shtëpie, sepse mentaliteti tyre është 100% i pastër komunist. Po këtë nuk e kanë vërtetuar vetëm socialistët. Këtë e vërtetuan edhe demokratët në vitin 1991. Po ju do thoni që ndodhi në vitin 1991. U zëvendësuan pushtetar të ngopur me pushtet, me pushtetar të zgjosur për pushtet. Me ta marrë pushtetin alabakët e rinj, sepse alabakët e rinj ju amorën pushtetin qyrykëve të vjetër, me ta marrë pushtetin alabakët e rinj, zaptuan të gjitha pronat shqiptare dhe vodhën të gjithë pronën shtetërore shqiptare. Pra, kjo është e vërtetuar në 36 vjetët e fundit. Që ndodh? Tani po ndodh që u zëvendësuan komunistët e vjetër me fashistët e rinj. Po, sepse kjo qeveri që po udhëheq popullin për 14 vjet, apo 15, nuk e di sa bën, është qeveri fashiste e pastër. Përderisa prish çfarë të dojë, rrëmbenu ku të dojë, torturon këtë dojë, fut në burg këtë dojë, dhe ruan me rigorozitet të gjithë kriminalet hajdut që vjedhin pasurinë kombëtare, madje bën dhe ligje për të mbrojtur hajdutët. A nuk është qeveri fashiste? Patjetër. Po që ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri ndërrohen pushtetet, thoshim ne, se tashmë ka shumë kohë nuk po ndërrohet. Po që ndodhte kur ndërroheshin pushtetet? Kur e merrte fuqinë e djathta, hiqte të gjithë socialistët nga puna dhe vendoste rrumpallat që s'kishin haber dhe ide për pushtet dhe për drejtim, i vendoste në krye. Dhe pasi binte qeveria, hiqeshin këta rrumpallat e vjetër dhe vendoshin rrumpallat të tjerë të rinj nga qeveria socialiste. Po njerëzit specialistë që kishin mbaruar shkollë, as nuk pyeste njeri. Dhe pikërisht këta socialistë, këta specialistë që i përzun nga puna, e panë që ishte pa mundur të jetojshe me këtë lloj sistemi që vjen një qeveri, i heq nga puna, vjen tjetra e merr, morën rrugët e kulbetit. Të gjithë specialistët, doktorët, inxhinierët, të gjithë njerëzit e mençur morën rrugët e mërgimit dhe janë rregulluar në Europë dhe në botë dhe as nuk u bie ndërmend me të vinë në një shtet rrumpall si shteti jonë. Po mirë atëre, përse nuk e rrëzojmë neve qeverinë kur jemi kaq të pakënaqur? Sepse këtu kanë mbetur vetëm hajdutët komunistë të rinj që janë në përzyra, që janë bërë drejtorë, që janë bërë deputetë, që janë bërë patronazhistë dhe një pjesë e vogël e elitës shqiptare, e cila është shumë e pakët, një pjesë e vogël e hallexhinjve dalin edhe protestojnë. Ndërsa pjesa dërmuese komuniste e vjetër bën gallatë dhe qyfyre me këta që protestojnë në mes të shiut, duke parë Big Brother e duke grënë kokoshka në shtëpi. A është e drejtë kjo? Natyrisht që jo.